por nuk e di se është një marri që se si e llogariti Ilir Meta në atë periudhë, një euforie të tërë, një budallak i tërë, pa bërë sape për rezultatin përfundimtar. Ja la zonën amikut, hika. S'putën fare, i thash, mos put njeri atje, i thash, Çarrika, në amiku është legjenda e PS-s, i thash. Zoti Bravo, se më ktheve pas në kohë. Sa ka ndryshuar Partia Socialiste e dikushme? 100%. Nuk ka Parti Socialiste, me ato ideale Ka vetëm emrin? që kishim ne. Tentojnë ama t'ja prish edhe emrin, nuk i eci ai eksperiment. Me rilindjen? Me rilindjen, por partia është ideal. Dëgjon ti njëri të shtit flas nga Partia Socialiste, ku janë filozofët e Partisë Socialiste? Kush janë? Njëri ti, ne s'njohim deputetët. Vetëm Erion Braçë që flet aty. Por Erioni për ide, për social-demokracinë, ne ishim partia majtë direkt, me filozofie, me filozofe, ne kishim një servet pëllumbi atje që... Apo, Indjeri Zabit Broka, ishin filozofë të partisë. Edhe Nano, edhe drejtues të tjerë të Partisë Socialiste. Vjen njëri këtu nga Internacionalja Socialiste me Kepardi. Me videokonferencë? Me videokonferencë. Këtu bëhen për vjetorët e Partisë Socialiste, bile si vjetës 35 vjetori, 35 vjetori e themelinit partisë, edhe mbledh kalamajt Edi Rama atje, ata që ka, edhe asë njeri nga të vjetrit. Po si ka mundësi që në çdo palë zgjedhje Edi Rama e çon fitore Partisë Socialiste? Është elektorati, një. E dyta është edhe Saliu. Pra, në rast se nuk do t'ishe Berisha në krahun tjetër, po t'ishe një lider tjetër, do t'a kishte të vështirë Rama? Po. Do t'a kishte të vështirë, jo të pamundur, po të vështirë. Edhe sa më shumë kalon, aq më shumë po bje ky kallaj i pathyeshmërisë Ramës. Kam një pyetje të fundit. Zoti Bravo, duke qenë se ju keni qenë dhe kryetari i Komisionit të Sigurisë, jemi në një situatë lufte që ju e dini në Shqipëri, janë edhe opozita e shtyqur iraniane e cila ndodhet në Manz. Duhet ta kishte mbledhur Presidenti i Republikës Këshillin e Sigurisë? Patjetër. Si ka thënë kryeministri? Jo, po duhet ta thrasë presidenti apo jo? Patjetër. Kryeministri merr pjesë në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë. Kryeministri, Ministri i Mbrojtjes, Ministri i Brendshëm, Ministri i Financave, kryetarët e komisioneve parlamentare i sigurisë, i ligjeve, drejtori i përgjithshëm i policisë, drejtori i përgjithshëm i shërbimit informativ, është një strukturë e domosdoshme që duhet të mbledhet. Unë e dëgjova atë raportimin e presidentit, kam dhënë porosi, kam thirrur organet. Po mirë, po, ti për porosie, apo je që të dëgjoj edhe populli qa porosish ke dhënë? Opinioni mos alarmohet. Megjithëse unë jam i mendimit që ne nuk na rrezikohet asnjë lloj. Nuk duhet kemi asnjë lloj frike për një rrezik imediat. E kuptoj. Zoti Bravo, unë ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi si gjithmonë. Nëse ishte imi, faleminderit. Ishim me Spartak Bravo në këtë intervistë, kemi mbritur në fund, mos u largoni nga ekrani i Report Televizion.